Përshëndetje, ku jemi këtu me parashikimin e datës 12 korrik të 2026. Duke se është një ditë e rëndësishme, data 12 do të thotë një ditë e rëndësishme për nga ana planetare. Kjo ditë vazhdon të përgatitet terrenin për një nga momentet më të rëndësishme të mesit të muajit, sepse dielli paraforet drejt bashkimit me Mërkurin retrograd në Gafore. Kjo do të thotë që vendimet dhe rëndësi të veçantë ka të bëjnë shumë në lidhje me biseda familjare, vendime për shtëpinë, çështjet emocionale dhe temat të së kaluarës bëhen gjithnjë më të forta. Mund të kemi ndjesinë se diçka po na kthen në mendje me qëllimin një fjalë që kujtimi një telefonate, një dokument, një takim, një ndjenjë dhe mundësi të arta që do të keni tani tutje. Mund na çojë jo vetëm në ndryshime dhe vendime, por në mundësi të tjera që do të kemi. Ndikohen më shumë gaforia, bricjapi, dashi, peshorja të dedicit të tretë, sidomos ata që kanë planetet ose ascendente pranë gradës të fundit me të shenjave. Por gaforia ku mund të jetë në ditën e verifikimeve dhe të plotësimit të dëshirës, sepse çështjet personale, por për bricapët mund të ketë çështje marrëdhëniet me së kontrata për dashët që mund të kenë familjen, shtëpinë, prindit në qendër të vëmendjes. Për peshorët mund të ketë tema karrierës, statutin e imazhit publik, që lidhet me një vendim të vjetër. Kjo do ta shikoni edhe vetë ju nga ana e pozicionimit planeteve. Dita është e mirë për të kërkuar informacion, për të kontrolluar dokumentat, për të parë dhe për të menduar përsëri për një vendim, për të folur me njerëz të familjes për shikimin e planeve të biznesit, të karrierës dhe jo vetëm. Nuk duhet bërë nxitim. Është një ditë e mirë për të shkruar, për të mbajtur shënime, për të kujtuar se çfarë kemi premtuar dhe çfarë kemi bërë, marrëveshje ku ka ende vlerë. Kjo do thotë që mundësitë që keni. Por gjithashtu në lidhje me dashurinë që mund të kemi rifillime, rikujtime, ndryshime, kontrolle, mundësi të arta që do të kemi tani tutje. Prandaj është një ditë që nuk është rastësi, as çudi, por është diçka që është realizueshme në vazhdimsi. Prandaj ndikimet janë pozitive, prandaj keni mundësinë dhe periudhën mjaft të mirë. Si ditë e diel, një ditë që vërtet synoni larg mbi atë çka bëni, mbi atë çka keni në anën tuaj dhe në pozicionimin e planeteve. Përpara se fillojmë parashikimin e kësaj dite, unë ju kujtoj edhe një herë për sa përket parashikimeve dhe ndryshimeve dhe doni parashikime të detajura, kemi faqen roz astrologo.al, siç e shikoni aty, dhe duke pasur parasysh në lidhje me në anën e pozicionimit të planetit. Për juve që jeni në kërkim të çështjeve të mëdha që do të keni dhe gjërave që do të shikoni se çfarë do të bëni në anën tuaj dhe duke blerë një paketë ose doni të bëni diçka tjetër, është momenti dhe koha më e artë dhe më e mira, do të thosha unë, atëherë mund të shkoni te sekretaria dhe doni të pyesni për gjithçka dëshironi dhe më pas dërgoni një email të atij dhe pastaj flasim bashkë nëpërmjet Viberit apo WhatsAppit. Për ju që doni që në kohën që ne jemi drejt për drejt me juve, kemi këtë butonin këtu. E klikoni, e shikoni dhe jeni gati pastaj për të dërguar mesazhe. Tani, pa humbur kohë, fillojmë me shenjat me radhë. Fillojmë me shenjën e parë, që është shenja e dashit. Për ju të shenjës së dashit duket se kjo është një periudha që neve na jep mundësinë, kohën dhe gjëra të ndryshme në lidhje me familjen, në lidhje me ndryshime, në lidhje me takime sidomos sepse është një nga momentet më të mira dhe jo problematike për të pasur një ndikim mjaft pozitiv. Ju jeni në fakt në ndryshimin e madh sepse duke pasur parasysh zakonisht që ta kuptoni ta dini, dita e diel është dita takimi me fakte sepse dielli është baza, është kërkesa dhe krijesa e ndikimeve më të mëdha që ndodhin fenomenet natyrore dhe mundësi të mira që do të keni në çështjet që lidhen me anën shpirtërore. Lidhjet që kanë bëjë të shenjës së dashit duket se është dash bricap, dash luan ka ndikime shumë të mira. Shkojmë tek shenja e radhës, do thotë shenja e demit. Për sa përket shenjës së demit, demi ka një kuptim që loz një çështje të rëndësishme, një punë të rëndësishme, e marr përsipër se jam sipërmarrës dhe di shumë mirë çfarë bëj dhe ku do të shkoj dhe koha ka treguar që ju jeni me fat në këtë drejtim dhe keni një periudhë mjaft të mirë në anën tuaj. Pozicionimet e planeteve ju ndihmojnë jashtëmase për të bërë zgjedhjen e duhur në kohën e duhur. Meqense një nga mundësitë më të mira që keni dhe koha që
tregon për arsye të punës suaj, për arsye të vendimeve të rëndësishme, jo vetëm përsa përket gjërave që do të keni, por ka dhe diçka shumë të rëndësishme për anën e financave dhe gjërave të tjera që do të keni tani tutje. Në lidhje me çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me ekonominë, kanë të bëjnë me ndryshime të mëdha që vijnë drejt jush. Është mundësia për shenjë së Demi, sepse Demi ka ndikime shumë të mira dhe tepër pozitive. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me ujor dhe me dash është ideale. Vijojmë tek shenja e radhës, do thotë shenja e binjakëve. Për sa përket binjakëve, meqense binjakët të duket se tani në këtë periudhë kanë kohën e dur me mundësi të arta, sepse disa ndryshime janë ndryshime pozitive, janë ndryshime mjaft të mira në fushën tuaj, në karrierën tuaj, në lidhje me çështjet e mundësisë ekonomike financiare dhe një moment mjaft i mirë dhe tepër pozitiv. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me Dem dhe me Akrep ka diçka shumë të madhe. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e gaforeve. Për gafore duket se ka një ndikim shumë të mirë për lidhje me punën dhe me ndryshimin që do të keni, por nuk mbetemi këtu. Por ka të bëjnë dhe shumë me diçka shumë të rëndësishme, që është periudha dhe koha e duhur, por gjithashtu dhe ndikime të mëdha që do të keni tani tutje në anën ekonomike, në financa, në biznes, por megjithatë tani për tani çdo gjë shkon bashkë, çdo gjë arrihet në anën e biznesit dhe të karrierës. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me Dem të edhicit parë, me ujor të edhicit të tretë, ka diçka shumë të rëndësishme. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e luanëve. Për sa përket luanëve, luanët tani në këtë periudhë kanë mjaft gjëra të lënë pezull, por vjen momenti dhe koha e duhur se i zgjidhin disa probleme të pazvishme, por vjen dhe një përcaktimi i punës suaj, i anës ekonomike, i çështjeve financiare, sepse çdo gjë shkon bashkë, çdo gjë arrihet fal ndikimeve dhe ndryshimeve të mëdha që do të keni tani tutje. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me Dem të edhicit parë, me ujor të edhicit të tretë, ka diçka shumë të rëndësishme. Në çështjet që lidhen me anën shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me dash, përgatituni sepse ka diçka shumë të rëndësishme. Dy shenja zjarri mund të bëjnë një familje të shkëlqyer. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e virgjëreshës. Për virgjëresha duket se tani për tani koha ka treguar që juve jeni me fat, duke diskutojnë ke vendyshim për 1000 arsye. Arsyeja është se puna dhe karriera, ndryshimi dhe vendimi që mund të merrni është një nga kohrat më të përshtatshme për sa përket stabilizimit dhe çështjeve konkrete që juve keni. Është një mundësi shumë e mirë tani, sepse këto janë momentet, është koha, është gjërat që do të diktojnë, do të ndikojnë në jetën tuaj, në përditshmërinë tuaj dhe një mundësi shumë e mirë. Por edhe pse mund keni probleme, edhe pse duken gjëra të vështira në krahun e kundërt të juaj, por momenti që është në anën tuaj është edhe koha e duhur për të stabilizuar ekonominë, për ndryshuar disa gjëra të pandryshueshme, por është momenti tani, sepse po të shikoni ana ekonomike dhe financimet që do të keni tani tutje juve, virgjëreshat nuk e diskutoj unë sepse kanë edhe aq mundësi të mëdha që ngadonjëherë duken ëndër, por është realiteti juaj, realiteti i pozitivitetit, i mundësive dhe i kohës së artë që do të keni tani tutje. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me Dem të edhicit parë, me ujor të edhicit të tretë, është një mundësi mjaft e mirë dhe tepër pozitive, sepse ka të bëjnë me ndryshime, ka të bëjnë me vendime mjaft të mira në anën tuaj. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me Dem të edhicit parë, me ujor të edhicit të tretë, është perfekte. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e peshoreve. Për peshorët duket se kjo periudhë është një periudhë mjaft ndikuese, rrezatuese dhe mundësitë që keni, kohën e duhur mbi disa ndryshime shumë të mëdha që do të keni tani tutje, ku është momenti dhe koha e duhur për sa përket zhvillimeve dhe periudhave që ndodhin fenomenet. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me Dem të edhicit parë, me ujor të edhicit të tretë, është perfekte, edhe pse është pak e vështirë në plan të parë, por është shumë e mirë për të nisur për nisma të reja që nuk e diskutojnë, ke vend dyshim për 1000 arsye, sepse tani për tani koha ka treguar që ju jeni me fat dhe dini shumë mirë çfarë bëni dhe ku do të shkoni. Duket se gjithashtu ka një ndikim, jeni shumë produktiv për gjërat që doni të bëni, jeni shumë pozitiv në atë çka keni dhe jeni në anën tuaj më të mirë të mundshme, por mos harrojmë se kjo është një nga periudhat më të mira dhe më pozitive të qena ndonjëherë dhe një nga momentet më të arta që do të keni tani tutje, por nuk e diskutoj, sepse kjo është periudha juaj, kjo është momenti
i ndryshimeve dhe i ndikimeve që do të keni tani tutje. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bënë me dëmtë të diçit parë, me ujorët e diçit të tretë, është mundësia, është koha, sepse çdo gjë shkon bashkë, çdo gjë arrihet fal suksesit, fal punës suaj dhe momentit që do të keni tani tutje. Janë disa momente mjaft pozitive, janë disa momente mjaft ideale mbi zhvillimet, ndryshimet dhe takimet. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bënë me dëmtë të diçit parë, me ujorët e diçit tretë, është perfekte sepse peshore gjithmonë një hapar se çfarë ndodh, pa çka se ka probleme, pa çka se keni pasur sa gjëra të pal në kuptimin e fjalës që keni qenë të palidhur dhe doni që të rregulloni diçka tani, është momenti juaj dhe koha e duhur në ndikimin më të madh që keni. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thot akrepi. Akrepët duket se tani për tani, sado që gjërat janë të vështira, sado që keni mundësinë dhe kohën e duhur për të bërë zgjedhjen e duhur në lidhje me takime, në lidhje me vendime të rëndësishme, sepse kjo është një periudhë mjaft e mirë, mjaft korrekte nga ana juaj, por meqense çdo gjë mund të jetë ose çdo gjë mund të keni në anën tuaj për punën tuaj, për karrierën tuaj, por megjithatë duket se kjo periudhë është nga periudhat më të mirë të mundshme për punën tuaj, për karrierën, sepse lidhet shumë me karrierën, lidhet shumë me ndryshimet e mëdha që keni, mundësitë dhe kohën e duhur për zgjidhje të problematikave, por nuk ka vend për të shqetësuar këtu, por për të gëzuar në gjëra të tjera që do të kuptoni dhe do të shikoni mbi ndryshimet. Anën shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me peshk të diçit parë dhe gafore, duke janë të mbara. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shigjetari. Për sa i përket shigjetarët duket se kjo është një periudhë mjaft e mirë, sado e vështirë, sepse duket e vështirë në plan të parë, po është shumë pozitive në vazhdimsi, sepse kjo periudhë dhe ky moment është i juaj dhe periudha që ndodhin fenomenet, periudha që ndodhin gjërat, jeni në anën tuaj më të mirëmundshme dhe periudha që do të diktoj, do të ndikoj në çdo fushë dhe në çdo drejtim të jetës suaj. Prandaj është momenti juaj, prandaj është dhe koha që do të shikoni gjërat të vinë në vi për arsye të punës suaj dhe jo vetëm. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bënë me dëmtë të diçit parë dhe ujorët të diçit tretë është perfekte. Vijojmë tek shenja e radhës, do thotë shenja e bricapëve. Për bricapët duket se tani për tani i keni të gjitha mundësitë dhe kohën e duhur. Koha e duhur që do thotë momenti, do thotë karriera, do thotë ajo çka dua të arrij, çka dua të përfundoj. Megjithatë, momenti dhe koha tregon që jeni me fat në këtë drejtim, nuk është se ka të bëjë diçka problematike, nuk është se ka diçka që nuk shkon për arsye të punës suaj, por shkon për gjërat që do të keni në anën tuaj. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me dëmtë të diçit parë, me ujorët të diçit tretë, është perfekte. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e ujorëve. Ujorët kanë një mundësi, një kohë shumë të rëndësishme për sa përket periudhës dhe ndryshimeve që do të keni tani tutje. Këto janë ndryshime në një farë mënyre me korrektësinë tuaj, lidhje me karrierën tuaj, sepse karriera është ajo e vendimeve të mëdha që keni dhe momentet që do të keni tani tutje. Çështjet që lidhen me biznesin, lidhen me karrierën, lidhen me disa ndryshime të mëdha financiare, është koha juaj, është momenti më i mirë i mundshëm i stabilizimeve dhe gjërave konkrete, por në çështje shpirtërore ka të bëjë me një ndikim shumë të mirë, sepse sado që gjërat janë pozitive, por nganjëherë kërkohet edhe pak vullnet për të arritur qëllimin tuaj, por megjithatë juve keni këtë mundësinë dhe kohën e duhur për sa përket zhvillimeve dhe ndryshimeve. Ndryshimet janë favorite, mundësitë janë anën tuaj, periudha është ajo ty ku është, sepse keni edhe gjëra të tjera do të diktojnë, por dhe ndikimi më i madh që është. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bënë me takime, bisedime, ndryshime, vazhdimsi është në anën tuaj. Çështje shpirtërore, lidhje që kanë bënë me peshore dhe me gafore janë të mbara. Vijojmë me shenjën e radhës, që do thotë shenja e peshëve. Për sa përket shenjës së peshëve, duket se tani kjo periudhë është një nga periudhat më me zë, do thoshon, periudhat më të mira, të mundshme të qenë ndonjëherë, sepse është kuptimi, është ndryshimi, është mundësia, është gjërat që janë korrekte me juve dhe një moment mjaft i artë për ekonominë, për punën dhe për vazhdimsinë. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me peshk të diçit parë, me ujorë të diçit të dytë, ka të bëjnë shumë ndikime pozitive, sepse peshk të diçit dytë dhe me ujorë të diçit parë që ka një ndikim shumë të mirë, lidhet shumë me punën, lidhet shumë dhe me dashurinë e munguar ku juve e keni mundësitë. E përgjithshmja, duket se kjo ditë është dita shumë e rëndësishme
më e mira mund të thuhet, sepse përgatituni për javën që vjen dhe koha tregon që jeni me shumë fat në këtë drejtim. Këto ishin pak a shumë për sa përket pikërisht kësaj dite të diele, kësaj dite të rëndësishme të datës 12 korrik të 2026. Para se të ndajmë bashkë, nuk kujtoj edhe një herë, për ju që interesoni për parashikime të detajura, atë duke klikuar në www.astrologo.al, faqja roz shkon atje. Aty ndodhet sekretaria për të ndihmuar për gjithçka ju dëshironi dhe kohën e duhur për nisma të reja. Por gjithashtu mund t'ju them që mund të dërgoni email që të flasim bashkë nëpërmjet Viberit apo WhatsAppit. Po dhe gjërat e tjera që do të keni në vazhdimsi, është koha juaj e momenti më i mirë i mundshëm. Nga Unë Pulla, ju uroj më të mirën e mundshme. Gjithë mirat.